Profecia e zbarkimit italianëve gjatë kampionatit botëror 2026. Ky pra është lajmi i fundit që po bëhet viral, por unë do t'i tregoj disa sekrete të tjera që shumë pak i din, sepse nuk e thot vetëm një, por e thon edhe të tjerë. Më ndiqni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Flitet që nga kohrat kur Baba Vanga tregonte për vitin 2026 që do të shënoi një kontakt me forma të tjera jete. Madje edhe Nostradamus e kishte thënë më përpara. Por le ta fillojmë nga Nostradamusi. Nostradamusi tregonte që viti 2026 do të jetë ai i kontakteve me forma të tjera jete dhe do të jetë krejt ndryshe nga vitet e tjera. Nëse keni vënë re, pikërisht këto që po ndodhin tani, pra fenomenet e çuditshme që po ndodhin në vitin 2026, ndonse disa prej tyre janë provokuar nga njeriu, duket sikur nuk provokohen nga njeriu, por nga disa forma të tjera jo njerëzore. E di që për disa këto duken si fantazi, por nuk ishte ndodhur më përpara që një president i Amerikës, pikërisht Donald Trump, të mund të ndryshonte mendim dhe të fillonte këto luftar që bëri tani kohët e fundit. Pra që në janar të këtij viti. Megjithatë, Nostradamus tregonte që në vitin 2026 do të ketë një frekuencë krejt ndryshe nga ajo që njeriu ka përballur deri në atë kohë. Sepse frekuencat vibracionale sipas tij do të bëjnë që të vijen në kontakt ose të shfaqen forma të tjera jete që për njeriu pra ishin të pakapshme ose të pakuptueshme. Këtë pra kishte thënë Nostradamusi dhe që sipas tij do të ndodhë pra në fund të vitit 2026. Le ta shikojmë. Tani ajo që doja të thosha tjetër është profecia e Baba Vangës. Baba Vanga, ajo që po bëhet viral tani kohët e fundit, një fenomen pra sipas saj që do të shënojë edhe njëherë, si mund të quhet që të gjithë njerëzit do ta shohin, do të jetë një dritë e fortë në qiell. Pra, këtë tregon Baba Vanga, një dritë e madhe në qiell gjatë një evenimenti. Dhe sipas gjasave, disa e lidhin me ndeshjen, me kampionatin botëror dhe me një nga këto ndeshje. Po, cila është kjo ndeshje? Disa thonë që kur bëhet fjalë për ndeshjen me Amerikën, të tjerë thonë me Brazilin, të tjerë thonë gjatë hapjes së kampionatit. Duhet të dini që kampionati fillon nesër, pra data 11 dhe përfundon muajin tjetër, pra në datën 10 dhe do të bëhet në 3 shtete, sepse kështu është zgjedhur nga FIFA, pra në Meksik, në Kanada dhe në Amerikë. Dhe sipas gjasave, pra pikërisht gjatë këtij evenimenti, Baba Vanga, që në vitin 1999 kishte parashikuar që do të ndodhë një kontakt ose do të ndodhë diçka e çuditshme. Bile ajo thotë që gjatë një evenimenti të tillë do të shfaqet një dritë e madhe ku gjithë bota do ta shohë. Pra, ky është lajmi që është përhapur dhe është bërë viral, por unë do të them atë të fundit tani që shumë pak po flasin, në fakt e përmenda sot, por doja që t'ja u thoshe këtu më gjatë dhe të flisim më gjatë. Atëre, është një sensitive e quajtur Vo Baiana. Vo Baiana është një sensitive braziliane. Merreni me mend që kjo sensitive ka rreth 24 milion followers në Instagram. E dëgjohat mirë, 24 milion. Bile ka edhe këtu në YouTube, ka edhe në TikTok, ka edhe në Facebook, ka gjithandej pra followers që e ndjekin. Dhe tani, pse po ju them për këtë që ka shumë followers? Pikërisht për vetë faktin që të gjithë këta followers që e kanë ndjekur deri tani, kanë fakte, sipas tyre, kanë fakte të pakundërshtueshme të rreth 41.000 evenimenteve që ajo ka parashikuar deri tani. E dëgjuat mirë, 41.000 evenimente. Është grua e re, nuk diskutohet, por ajo thot previzione, si mund të quhen, ose prediction, ose profeci, i thot pothuajse çdo ditë. Dhe në të gjitha ato që ka thënë, siç ju thash më përpara, shumë prej këtyre pothuajse më shumë se atyre që thoshte me mira për ditë, me fjalë gjatë këtyre kohërave, janë verifikuar. Pra, disa njerëz i kanë bërë edhe një listë, unë burra re, që kanë bërë edhe një listë me sa nga këto ajo ka parashikuar për para se të ndodhin. Tani, çfarë ka bërë kjo dhe çfarë ka thënë? Tani,
Pikë së pari, kjo si pas gjasave, hynë në një moment trans, gjatë momentit REM, pra të gjumit REM. Nuk e thot kështu sepse ajo gjatë natës, për shembull, këtë që do t'ju them tani për sa i përket kampionatit botëror që edhe ajo ka parashikuar diçka, i ndodhi në orën 4 të mëngjesit. Dhe çfarë thot kjo? Kjo thot që gjatë momenteve REM, pra të një momenti trans, përpara se ta zi gjumi i thellë, ajo futet në kontakt me forma të tjera jete. Dhe çfarë bën? Sipas gjasave, këta e informojnë, si thot ajo, ose shikon fragmente, i servirin, si mund të quhet, fragmente të një evenimenti që do të ndodhë. Dhe deri tani, pse po ja u them këtë, se i thash dhe më përpara që duhet të jem më gjatë këtu. Pra ajo tregon fenomenin se siç ja tregojnë ata. Pra e shikon fenomenin se siç ja tregojnë ata. Dhe ashtu siç e sheh, ajo e tregon. Pra ja tregon njerëzve. Sipas gjasave, alienët ja tregojnë asaj, ose format të tjera jete, ajo thot nuk janë alien, thot janë dimensional. Pra eseri, si thuaj, qenie dimensionale. Dhe këto qenie dimensionale i tregojnë një fragment, por ja tregojnë një formë filmi. Dhe kjo pastaj gjatë gjumit, dhe ajo e tregon pastaj njerëzve që e ndjekin. Dhe gjatë gjithë kohës ka treguar pikërisht dhe ka treguar në detaj një pjesë të madhe për këtyre informacioneve. E përsëris. Dhe çfarë ka parë kjo tani kohët e fundit? Në orën 4 të mëngjesit, para 4 ditësh, ndodhi fenomeni që ajo u zgjua në orën 4 të mëngjesit dhe pa në stadiumin në Miami, ku do të bëhet ndeshja në datën 24 të këtij muaji, ndeshja me Brazilin dhe Skocin, ajo thot që pa një anije kozmike aliene që qëndroi sipër pra stadiumit, pastaj ul aty dhe thithi ose mori njerëz nga stadiumi. Njëkohësisht ajo thotë edhe lojtar. Por mua më duket pak qesharake kjo, ndonse deri tani ajo ndoshta mund të ketë parashikuar vërtet shumë gjëra, sepse ndoshta nuk i thot ajo, por ja shfaqin në mendje dhe ajo normal beson dhe thot. Por në këtë rast unë nuk besoj për të vetmen arsye, sepse sado që të shfaqen pra alienët ose këto qenjet dimensionale, nuk do të mund të fusnin panikun në njerëzim, sepse nëse ata kanë një aftësi kaq të madhe që të mund të rrëmbejnë njerëz apo mund të zhdukin njerëz, ata e bëjnë për ditë. S'ka nevojë që ta bëjnë në një ditë të caktuar ku ka shumë njerëz dhe ku për shembull në një stadium që ka mira njerëz dhe telekamerat janë të fokusuara në mbar botën. Pra nuk besoj që mund të jetë një gjatë këtij eventi. Mund të ndodhë, por në një eveniment tjetër. Mendimi im, pastaj do të pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Kjo vo Bajana, siç ju thash, shikojeni, sepse ajo bën profeci, me fjalë i thot pothuajse për ditë dhe këtë profecin këtu, siç ju thash tani, ajo vazhdon ende që edhe pse kohët e fundit, me fjalë dje, lexova që ajo nuk është e qartë nëse do të jetë në datën 24 ose jo, dhe vendi eksakt etj. Tani pak rëndësi ka sepse ajo e kuptoi shumë mirë që është pak e fortë, me fjalë ajo histori që ajo tregon, që një rrëmbim mes njerëzve të jetë kaq haptazi dhe ndoshta për këtë arsye ajo tani e anashkalon, ose ndoshta do dali për të thënë që jo bëra një gabim ose një lapsus. Shpresoj që jo, sepse do humbasi gjithë ata followers, njëkohësisht do humbasi dhe besueshmërinë tek njerëzit. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni, sepse sidoqoftë tregohet që viti 2026 është ai decizivi, ai që do të ketë vërtet kontakte me forma të tjera jete. Unë doja t'ju tregoja këto 3 pika të rëndësishme, pra të Nostradamus, të Babavangës dhe të vo Bajanës, sepse ka edhe të tjerë, bile është një e quajnë edhe profeti i heshtur, është një Meksikan,
që edhe ky thotë që në vitin 2026 do të ndodhin evenimente, por nuk do të jenë të dukshme, por do të jenë në mendjen e njeriu sepse do të jetë graviteti që thot ai, por do flasim në një moment tjetër për këtë, sepse më pëlqen shumë ky, është mjaft i zgjuar, tregon disa gjëra vërtet interesante, por do t'ju flas në një moment tjetër. Megjithatë thash ka shumë që thonë që në vitin 2026 do ndodhin fenomene të çuditshme. Megjithatë ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Dhe natën e mirë.